Për javë të tëra, qyteti ishte pothuajse i mbytur nga mbeturinat. Rrugët dukeshin si deponi të hapura, ndërsa era dhe pamja e ndotjes shqetësonin çdo qytetar. Çdo hap ishte një kujtesë e qartë se mjedisi ynë po vuante për pastërti. Por pas një aksioni intenziv 72 orësh që ndërmori kryetari i sapo zgjedhur i Shkupit, Orse Gjorgjevski, shumë kamionët dhe punonjës të higjienës komunale u mblodhën në parkingun e sallës Boris Trajkovski për të filluar punën intenzive për pastrimin e qytetit nga mbeturinat. Nga ku tashmë shihet se pamja ka ndryshuar ndjeshëm. Gjatë këtij aksioni, ekipet komunale dhe punëtorët e ndërmarrjeve publike kanë pastruar tonelata mbeturinash nga rrugët, hapësirat publike dhe zonat periferike të qytetit. Sot rrugët e qytetit janë më të pastra, hapësirat publike më të rregulluara dhe qytetarët mund të marrin frymë më lehtë. Megjithatë, kjo është vetëm një përmirësim i përkohshëm, ndërsa sfida për të mbajtur qytetin të pastër mbetet ende e madhe, nga ku edhe shumë qytetarë theksojnë se nevojitet një kujdesi vazhdueshëm. A mendoni që duhet të harrojnë ambientin qytetarët? Duhet me këtë rrapën. Të këtë mislëk, mos këtë probleme, mos këtë smundje, mos këtë nervose, kretë rregullohet të rrapët. Edhe pse qyteti po merr frymë më lehtë pas aksionit, mbetet sfida që të ruhet ky përmirësim. Pastërtia e qytetit nuk varet vetëm nga institucionet, por edhe nga përgjegjësia e çdo qytetari.